Një tjetër përplasje dhe një tjetër front lufte për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me sa duket janë dhe kartelet e drogës dhe pikërisht Venezuela. Por çfarë është duke ndodhur me këtë shtet? Anije luftarake, avion bombardues dhe CIA me sa duket po zbarkojnë në Venezuelë, por cili është qëllimi i presidentit amerikan kundrejt këtij shteti? Bombarduesit me rrezet të gjatë veprimi B-52 kanë kryer demonstrime sulmesh bombarduese pranë brigjeve të Venezuelës. Trump ka autorizuar gjithashtu dërgimin e CIA-s në Venezuelë, ndërsa tensionet po përshkallëzohen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehin se kanë vrarë me 10 persona mbi këto anije, pasi sipas tyre ishin duke transportuar lëndë narkotike apo narkoterrorist, por pa dhënë prova të mëtejshme. Sulme të tilla janë dënuar gjërësisht jo vetëm nga autoritetet e Venezuelës, por dhe nga ekspertë të tjerë ndërkombëtar. Ato po paraqiten nga SBA si pjesë e luftës kundër trafikut të drogës, por të gjitha shenjat tregojnë se bëhet fjalë për një fushat friksimi që synon të rrëzojë nga pushteti presidentin e Venezuelës, Nicolás Maduro. Nuk është sekret që administrata amerikane, veçanërisht sekretari i shtetit Marco Rubio, dëshiron rrëzimin e Maduros. SBA nuk e njeh Maduron si president të Venezuelës, pasi zgjedhjet e vitit 2024 u hodhën poshtë gjërësisht si të manipuluara dhe jo të lira. Aksionet kundër emigrantëve të palishëm që vijnë kryesisht nga Amerika Jugore dhe lufta ndaj trafikantëve ka qenë një disa nga pikat kryesore të politikës së presidentit amerikan Donald Trump, të përdorur gjërësisht në fushatën e tij presidenciale. Sipas tij, Amerika është e para dhe këto janë kërcënime të cilat rrezikojnë kombin amerikan.